Panairi i verës me prodhime bujqësore, blegtërale artizanale të zonës, si dhe inskenimi dasmës së Gjergj Kastriot Skënderbeut me Donik Arjaniti në kishën e Shënmërisë, qelën zyrtarisht sezonin turistik veror në bashkinë Vaudejes. Skënderbeu, biri i trimërisë dhe zemrës së këtij vendi, martohet sot me Donikën, bijen time, por dhe bijen e këtij vendi të bekuar. Kjo nuk është vetëm dasma e një çifti. Kjo është dasma besës, e nderit dhe së ardhmës. Një ngjarje që 574 vite më parë do të kurorëzohej në këtë kishë të lashtë që regjimi komunist e rrafshoi me tritol. Për shumë shqiptar, kujtimi i Skënderbeut është identitet. Për gjithë ne sot mund të jetë frymëzim, pavarësisht nëse jemi këtu për historinë, për gjuhën, për kulturën apo thjesht për të mbështetur këta të rinj. Shpresojmë që do të merrni me vete një copë zguximi dhe bukurie. Vënia në skenë e historisë, ose më mirë përsëritja në skenë e historisë, ose mënyra se si e kaluara përfaqësohet përmes artit, kinemas, muzeve, ekspozitave apo riprodhimeve dhe gjuhëve të tjera artistike, unë besoj që luan një rol jashtëzakonisht vendimtar për të bërë historinë e gjallë, të arritshme dhe shumë emocionale. Për drejtuesit vendor dhe miqtë e ftuar, ngjarje të tilla promovojnë zonën dhe japin turizmit një tjetër dimension. Ky nuk është thjesht një sezon turistik, por është një ftesë për të rizbuluar thesaret e kësaj zone. Liçenet, malet, traditat, kuzhinën, mikpritjen e rrallë dhe mbi të gjitha dashamirësinë e banorëve tanë. Nga ujërat mangjepse të Komanit e deri te fshatrat e vjetër në histori, Vaudejes ka gjithçka për të kthyer në një destinacion unik për çdo vizitor. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donikën është më shumë se një shfaqje, është një rikthim në rrënjët tona heroike dhe një përfaqësim i krenarisë tonë kombëtare. Turizmi për ne nuk është vetëm kulturë dhe ekonomi, por edhe identitet. Është mënyra jonë për të treguar si një bashki mund të rritet pa humbur traditën, se si bukuria natyrore mund të shkojë krah për krah zhvillimin e qëndrueshëm dhe me ruajtjen e trashëgimisë tonë. Sot këtu ekspozojmë jo vetëm prodhimet vendese, artin e kuzhinës tradicionale, por edhe talentin, kreativitetin, dashurinë dhe trashëgimin tonë të pasur. E gjithë kjo merr jetë në një atmosferë që i flet çdo gjenerate dhe që i fton të gjithë të bashkëndajmë, të festojmë dhe të shijojmë së bashku. Kjo mbrëmje ka një simbolik të veçantë përmes dasmës së Gjergj Kastriotit me Donik Arjanitin, pasi kujton rrënjet, historinë dhe bashkimin. Kjo mbrëmje është ajo që na bën dhe sot krenar për vendin tonë dhe besim plot për të ardhmen. Le të jetë ky panair një thirrje për të mbrojtur dhe promovuar vlerat tona më të mira. Le të jetë gjithashtu një hap shumë i rëndësishëm drejt zhvillimit të turizmit kulturor dhe ekonomik për bashkinë e Vaudesit. Sezon të mbar për bashkinë e Vaudesit, Shkodrën e gjithë qarkun. Në borin që sot jemi mbledh këtu e dim gjithë ne se kësaj kishe po i mungon një pjesë shumë e rëndësishme e saj, në cilën kanë shkel kam të Gjergj Kastriotit dhe Donik Arjanitit, prandaj jo vetëm si një zyrtare që po vjen prej Kosovës andej, por edhe si një stërmesi, një stërgjyshi hoq prej Prizreni, kam përgjithësimi i dalë zë kësaj kishe edhe me uru që vitin tjetër, vitin e tretë të kësaj ceremonie shumë të rëndësishme të këtij shekulli, ta përorojmë bashkë plotninë arkitektonike të kësaj kishe. Kisha e Shënmërisë, ku mendohet se mund të jetë vendi ku Skënderbeu kurorëzoi dashurinë e tij me Donikën, u ndërtua në shekullin e 13. Ajo kishë ishte e vetmja e stilit romak që ruaj në Shqipëri derisa komunizmi e shembi me tritol në vitin 1967, duke sjellë kështu një humbje të madhe të trashëgimisë kulturore.